nuk I jep njerëzit një vullnet dhe dorë të lirë, pra siç po shihet nga kjo protestë që e nisëm nga Zvërneci dhe kemi përfunduar që shef lloj-lloj pa kënaqësi të shprehur. Por ka dhe këtë anën tjetër që kur ti të protestosh është një e drejtë bazike. Por kur proteston dhe e merr me këtë lloj vrrull që është marrë këtu, duhet kesh dhe një plan pune, një blueprint, një diçka. Pra, ti mund thuash, s'dua investimin, ngritë rrogat, iki kryeministri, po I marrim gjitha këto, gjitha. Janë argumente që qëndrojnë për secilin, se secili ka drejtën e vet demokratike, ti mendoj. Por ja po marrim që gjitha këto plotësohen. Çfarë është hapi mbas? Në qoftë se mbas një proteste, ti prap, sepse je brenda një kornize demokratike, ti prap do votosh për një parti. Do kalosh në zgjedhje, sepse nuk ka opsion tjetër. Do futesh në sistem. Absolutisht. Po do ketë një zgjedhje radhës. Dhe si do votosh, kush është lideri jot I ri? Po ndoshta këtë kanë menduar Lapa I Qori dhe Sheha I që kur vi puna këtu thonë të futemi dalim neve. Totalisht sepse janë parti të vogël. Edhe kjo mund unë po them njerëzit çfarë është plani B. E arrim se çdo gjë ka një qëllim. Kështu që besoj një nga problemet e kësaj proteste, që në fakt nuk desha ta nisja me problemin, po kështu erdhi pyetja, është që nuk po shoh një plan konkret. Pra, shumë kërkesa, si do jetë procesi që të arrihen këto kërkesat, ose kush do jetë arritja, çfarë doni. Okej. Mua dorëheqja Ramës më duket maksimaliste. Ja dha dorëheqjen Ramës. Po ja, unë po marr me se ja. Fitoj prap, çfarë do bësh? Po jo vetëm fito prap, po ke të njëjtat, sepse ti po thua, sepse aty nuk është përmend vetëm Rama, është përmend Berisha, është përmend një problem me partitë që kanë qenë në pushtet këto 35 vjet. Okej. Ja hiku Rama. Po prap do votosh PS-n, PD-n, Lëvizjen, gjithë je prap njëjta strukturë, njëjta gjë. Çfarë, kush është plani, çfarë është plani? Kjo më lën pak për të dëshiruar te protesta, jo dëshiruar në fakt që pse po ata po bëjnë shumë mirë, nuk e kam fare te protesta, e kam që shpresoj që në ditët në vijim dhe ata, domethënë se ndoshta frymëzimi nxisin dhe ndonjë se është mirë që kur bën diçka të jetë dhe një plan në fund. Që çfarë duam, si do e arrim, çfarë duam të arrim, çfarë do jetë përfundimi, si përfundimi do sjellë ndryshimin që ne po kërkojmë, se ju po kërkoni ndryshim themelor, si do vi. Absolutisht. Maldo, ti shikon një dorë që I nxit këtu apo mos aprit të bëj një pyetje se më rrshiti kjo. Zakonisht kur plasin këto në Londër, ti ke qenë kur plasin herë pas here këto në periudhë e Londrës. Çfarë harrinin këto? Se neve na vinin vetëm lajme këtu që dojën dyqane, sulmuan dyqane. Mbas kësaj, çfarë ndodhte? Për atë që ju keni dëgjuar që dijnë dyqane gjëra, më vonë ndodhin arrestimet. Qofse më pyet se çfarë ndodh pas aty. Këta dilnin politikisht. Jo, thjesht atë po shpjegoj që pas këtyre protestave të dhunshme, përgjithsisht, me sa mbaj mendon. Po pse po flasim për protesta të dhunshme, këto janë dhunshme. Po prandaj po jo se më pyetja ishte pas atyre protestave. Sot kanë dalë njerëz që thonë që të na vënë veshin duhet I bëjmë të dhunshme. Okej, nuk e di çfarë mund. Po deri tani unë s'kam dëgjuar qofsh. Ka qenë emisioni gazetare këtu, po duhet I bëjmë të dhunshme. Por ajo që ndoshta do t'ja nisja që nga fillimi në fakt, domethënë që pavarësisht se kush I fry një zjarri, se gjithmonë është një farë prushi që dikush I fry atë zjarri. Duhet krijohet I prush si fillim. Për shembull vitet 90 prushi ishte se s'kishim bukë me hongër. Edhe I fryn zjarrit kush mundi. S'ngeli njeri pa I fry, gjithë nga të pipën e vetë të I fry. Dhe përfundojnë durët më bastardet një kombi. A I fryu më shumë, ditëm I fry më mirë. Prushi I çfarë unë pash për shumë tek Zvërneci, nëse do të bëja, do t'isha
si mund të them, I sinqert me veten edhe me njerëzit që I du shumë, është mu duk Palestinë, e ke përshë tërheqja ati. A I kështë gjujti herë me bajga? Jo, e kam qatin kështë gjujt me bajga, sepse do gjush me bajga, do gjush me qatë dojt gjuj e I. Ata nga krau tjetër, shqiptarja. Jo, e more kuptoj fare mi kundër argumentin e kuptoj në shkëlqyshëm, por qëfar... Jo, jam shumë dakord. S'kem në plotë, se zakonisht media ti e di që manipulon, kap një fragment edhe... Tani, unë jam dakord me gjitha birëzëtet a këshin rafi qik më shumë, qofse dokot, për shemë, me që pas ka gjujt me bajga, por, unë qëfar po them, si një person që përshef, dhe nuk e kam vetëm ke ajo ishte një ndezja, ajo ishte çakmaku. Pse thash të arrishin që më shumë, sa I filloj të thonë jam në grek, pas ta I filloj duke na bo edhe politika aty. Po ajo që po shpjegoja, ishte gjë tjetër, pavarësisht asaj zbërthimit se nga ishte ai, unë po flas, ajo që pash aty, ishte ajo që thash, dhe ishte hera e parë, ndoshta e dyta, pas 2 vjetëve, ku kapen pronarët në fakt në atë lloj mënyre nga policia, duke qajt pronarë shqiptar që kanë hap biznese me gjak, dhe kapen nga policia ashtu zvarr, duke ju prish bizneset e veta me fadroma me gjëra. Dhe ishte hera e parë që u shifte nga krau tjetër, që policia kapte këta tashti. Për pronarin, do më thënë, këtu është do ta kuptoj njeriu. Aha, e kuptova, po. Do më thënë, policia ndërhynte për pronarin, për të mbrojtur pronën. Bravo, ishte hera e parë, hera e dytë, mas rjollit, që ne shohin që policia qeka dhe me pronarin, si që ka kushtetuta, në fakt, e ka kushtetuta, por këto policët tanë e shohin kushtetutën vetëm në momente të veçanta, sepse ka njerëz që, do më thëmë, pash në momentet ku vite fadroma, do më thëmë, sa u bote në Gaza, u bote edhe këtu, fadroma atje, fadroma këtu, për 2 vjetë resht, I tregoj shqiptarve që ky nuk është atë dhe ujuj, këte I tregoj në fakt, ky nuk është atë dhe ujuj, ne bëjmë që atë dumë ne, dhe kur në njoni u drejtote policisë për kushtetutën, për të letëzu kushtetutën, policë rrite si guak, si që shri I policë. Një minut, edhe këtu si guak kishin dhe, tjetër sa Jo, e kuptoj, për ishte guak ka krau tjetër, ishte guak që sjep të përgjigje prap nga krau tjetër, nuk ishte më... Ishte guak, ishte double guak. Dhe, pra, ishte mëse, si mund të them, normale krimi protestës, dhe besoj që duhet jetë vazhdoj të besoj që do jetë një zgjim që I duhet vendit, I duhet shumë vendit kjo. Kujt I duhet vendit? Nëse ka politikanë përgjeshëm që të arrin të kuptojnë që vërtet ne na duhen investime, do më thonë, pastaj dalim ke dora e investime, ne na duhen vërtet investime strategjike, për më shumë se një arsye. Jo vetëm si emër I bukur, ose si biznes që tërheq një elit të arkitekturës, sepse ke parasysh, jo vetëm nga Trump, ajo goca e Trumpit apo Kushner, që janë 2 persona, po edhe nga Kim Kardashian dhe prisha investim të tillën, pa problem fare, nuk e dia më kuptove. Dhe do më mbështesja po I lloj, sepse ne jemi një vend pa ushtri, në mund ta quajmë kështu, një vend që na ka pru Zoti mes gojrash ujqish, si në jug, si në veri, dhe me që prishëm dhe bunkeret e Enver Hoxhës, s'kemi ku fuzim kaptinën më. Kështu që janë këto lloj investimesh që mund të na ruajnë edhe këtë investim bash shqiptar që po bëjnë në turizëm. Sepse problemi është që ne importojmë vetëm turizëm dhe turizmi në këtë geopolitikë që shikojmë është edhe 24 orë të mbyllë dyert e turizmit. Për 24 orë, dhe çdo lloj investimi që ke bëti shkon zero. Do më thënë, nëse tregojmë pak me trun, I bi që
Ore ti mund ta ndalosh gjë që nuk ndalohet kurrë, kjo investimi në Zvërneca dhe në ishull në Sazanit,